Maqedonia Veri 8 të tjera vinë në Gazimestan të Obiliqit, një 10 kilometra largë Prishtinës për të festuar betejën e famshme të Kosovës, ku serbët historikisht e festojnë si fitore të tyre, përkundër faktit se historiografia thotë se ata kanë dalë humbës në përballje me perandorin osmane, me Muratin, më saktësisht. Dhe kur flasim për zhvillimin e madh politik, me gjasë tani vetëm sa ka nisur ose pritet të nisë një takim i ftuar nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje, deputeti Albin Kurti, i cili është edhe kryeministër në detyrë. Kjo për vetë faktin ai ka thirrur një takim konsultativ krerët e partive politike që janë të përfaqësuara në legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës. Kjo legjislaturë e dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit, mirë po e cila nuk po arrin asesi të konstituohet, për vetë faktin se i gjithë procesi ka ngecur nga 15 prilli, tentimi i parë dhe është shënuar një rekord i zi në demokracinë kosovare. Kjo për faktin se janë shënuar 37 tentime ose përpjekje për të konstituuar parlamentin ose legjislaturën e 9. Mirë po është e kotë, kjo për vetë faktin se lëvizja vetëvendosje ka vendosur që të shkoj me një votim të fshehtë për të bërë njëherë komisionin zgjedhor në kuvend dhe pastaj eventualisht që kandidatja atyre për krye parlamentare, Albulena Haxhiu, të zgjidhet ose të votohet për kryetare të parlamentit ose më saktësisht të legjislaturës së 9. E gjithë ky zhvillim dhe ideja që dje mos të mbahet edhe përpjekja 37 për të konstituuar legjislaturën e 9 vjen pasi që të njëjtën 26 qershorit pas dite, gjykata kushtetuese doli me vendimin e saj, ku një nga pikat më kritike të vendimit të saj, të cilën e kishte kërkuar Aleanca për Armërinë e Kosovës, thoshte se bëjeni çuç të bëni, nëse flasim kështu drejt për drejt, mirë po kjo legjislaturë duhet të konstituohet brenda 30 ditëve nga dita kur hyn në fuqi aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, pra nga 26 qershori deri me 26 korrik, ky është afati 30 ditor, dhe pashtu edhe reflektime tjera ligjore të cilat i ka dhënë ose vlerësime tjera ligjore të cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese e Kosovës. Qendresa Bellagoshi po e përcjell nga afër takimin e ftuar nga Albin Kurti, i cili do të mbahet në kuvendin në godinën e parlamentit. Qendresa, mund të themi se ka nisur ky takim që po përcjellet me interesim të jashtëzakonshëm nga publiku. Kjo për vetë faktin se pritet ose pritjet janë që ky takim i Kurtit dhe krerëve të tjerë të partive që janë të përfaqësuara në parlamentin e Kosovës në legjislaturën e 9, si që janë partia 2 PDK, pastaj e 3 LDK, AK-ja dhe Nisma Socialdemokrate dhe partitë të tjera që janë të përfaqësuara, mbase mund ta zgjedhin edhe ngërçin e madhe ose krizën e madhe politike në të cilën ka hyrë Kosova. Mirë, më duket se qendresa po shpjegon, po besoj shumë mirë krejt ajo që ka po ndodhë, mirë po